Takimin e parë zyrtar si ministre e eurointegrimeve dhe politikës së jashtme të Shqipërisë, Eliza Spiropali vendosi ta bëjë në Shkup, ku prit nga homologu i saj Timço Mucunski, ministër për punë dhe tregti të jashtme të Maqedonisë së Veriut. Duke numëruar sfidat dhe sukseset, Mucunski dhe Spiropali folën për bashkimin evropian dhe integrimin e dy vendeve në zonën Schengen. Shefi i diplomacisë vendore Mucunski tha se nuk do të ndërmarrin qorazi veprime për të cilat nuk do të kenë garanca për vazhdon e rrugtimit për integrimin në Bashkimin Evropian. Ai theksoi se kjo qeveri nuk do të pranojë të nënshkruaj pa kushte asnjë zgjidhje siç vepronte qeveria e kaluar. Nga ana jon, ka gatishmëri që nga nesër të ulemi për të diskutuar e debatuar se si do ta deblokojmë këtë blokadë jo principiele që i bë të vendit ton, por nëse dikush prej që kjo qeveri do të pranojë dhe do të heqë dorë e të bëjë lëshime, pa pasur garanca dhe siguri për të ardhmen dhe përfundimin e rrugës europiane, nuk do të ketë, sepse nuk planifikojmë të krijojmë rrugë të re qore, siç e vepruan paraardhësit tanë. Për dallim nga Mucunski, Spiropali numëroi sukseset përmes të cilave Shqipëria po hapron drejt integrimit të plot në Bashkimin Evropian. Tha se populli shqiptar, por edhe diplomacia shqiptare, prioritet numër 1 ka integrimin e plot të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Integrimi evropian është objektivi numër 1 i politikës së jashtme shqiptare, por edhe i kombit shqiptar. Prandaj për Shqipërinë është një arritje që në vetëm 13 muaj hapëm me sukses 33 kapitujt e negociatave. Progres raporti i vitit 2025 qarkësisht vlerësoi reformat e thella, sidomos në fushën e sundimit të ligjit, funksionimit të institucioneve të drejtësisë, luftën kundër korrupsionit, por dhe respektimin e minoriteteve. Ndryshe, në tetor të vitit të kaluar, Bashkimi Evropian ndau Maqedoninë e Veriut nga pakoja me Shqipërinë dhe rrugtimin e nisur bashkë. Shqipëria e vazhdoi duke hapur kapitujt për integrim të plot. Vendimi për ndarjen e pakos u mor po në shtator në nivelin e ambasadorëve të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.